Miqtë të televizionit Alsat, sot jemi pak më ndryshe, pak online, duke i shfrytzuar teknologjinë dhe mundësitë që teknologjia na i ka dhënë, për të folur për një temë e cila tashmë është shumë e nxehtë, sepse dita ditës po afrohet data 31 maj, kur edhe bëhet edhe testimi i parë në fakt i nxënësve, maturantëve, atyre që tashmë po e kalojnë nga një fazë në një fazë tjetër. Për të folur pak më shumë në këtë drejtim, edhe me ato se me cilat peripeci përballen shkollat, cilat janë ato përgatitje cilat janë bërë dhe duhet bërë, së bashku me mua këtu është edhe Adrian Fazliu, i cili do të na flet, është vetë profesor në shkollë të mesme, kështu që do flasim me të më gjërë gjatë. Përshëndetje, zoti Adrian. Përshëndetje për ju dhe për shikuesit e televizionit. Faleminderit për mundësinë. Do flasim pak më shumë për maturën shtetërore. Unë fillimisht du të di nëse e mbani mend ju në kohën tuaj kur ju keni qenë maturant, si ka qenë? A ka qenë kjo formë ose më ndryshe? Pa dyshim, do më thonë e mbaj mend sigurisht. Besoj se cili shkollari mesëm maturën e ka kurorëzimin e shkollimit mesëm, sigurisht që e mbajmë mend. Realisht nuk ka qenë ky lloj mature, do më thonë ky lloj mature ka startu pak më vonë, me qenë se unë jam gjenerat pak sa më e vjetër në raport me këtë lloj të maturës që po organizohet tani. Por dhe atëherë ishin ato periudat e pregaditjes për teste, kishim edhe atëherë testin, kishim pregaditje të punimeve seminarike, dhe në një farforme kishim atë hutimin e fundit të vitit, se çfarë do të bëjmë, çfarë nota do të marrim, si do të rrjedh matura, do të jetë vështirë, a do të jenë pyetje, do të dim, dhe me radhë. Domethënë, sikur secila gjenerat që i ka peripecitë e veta në fund të shkollimit dhe në maturim, i kishim edhe ne sigurisht. Në fakt, këto strese vazhdojnë të mbeten, pavarësisht sa vite kalojnë, e njëjti stres mbet, se çfarë nota do marrim, a do mund të përgjigjim të gjitha pyetjet, a do na kujtohet gjithë materiali, dhe unë duke u nisë edhe nga vetja, sepse unë pak më vonë se ju e kam përfunduar maturën, ky stresi i nxënësve, a është i arsyetuar që materiali për 4 vite duhet të testohet në një ditë, në 4 orë? Realisht, kjo që ju thoni është diçka që praktikisht gjenerata pas gjeneratave dhe maturantët e thonë. Edhe pse materiali në gjitha landet në cilat nxënësit testohen, edhe landet eksterne, po edhe internet, realisht është material i reduktum, nuk është që është në tërësi materiali një lande për 4 vite që nxënësit e mësojnë, por megjithatë është material i bollshëm. Është material që vërtet duhet nxënësit përgatiten për ditën e provimit. Dhe në një farforme është i arsyeshëm edhe stresi tek këta, për shkakun se viteve të fundit po e dim që zakonisht, le të themi, universitetet elitare ose drejtimet elitare në universitete kërkojnë pikë të mjaftueshme ose pikë të larta, cilët nxënësit pastaj kufizohen përmes notave që i marrin për provimet eksterne dhe në për provimet interne. E kjo pastaj rrit stresin te ata, sepse një notë më pak në një provim ekstern, eventualisht në një intern, i ul shumë pikë pastaj të njëjtit gjatë regjistrimit në fakultet dhe potencialisht mundet me humb një drejtim që ai e kishte dashur për ta vazhduar në studime. Dhe kjo është ajo që ndoshta e rrit stres. Definitivisht. Ne do flasim tani edhe për maturën shtetërore me fokus pak më të gjerë, po do i drejtojmë edhe pak maturës së brendshme apo testimeve të brendshme të cilat mbahen. Më thoni pak deri në çfarë faze janë përgatitjet për maturën fillimisht? Okej, unë atëherë njëherë po jap një përshkrim në lidhje me maturën në tërësi, domethënë ekzistojnë disa vite radhazi më. Ekzistojnë 2 lloje maturash që organizohen në fund të shkollës së mesme, është matura shtetërore dhe provimi përfundimtar për shkollat profesionale, apo matura shkollore, siç titullohet tek shkollat e gjimnazit. Realisht dallimin mes këtyre 2 maturave qëndron në atë se çfarë diplome merr nxënësi. Domethënë, nëse një nxënës zgjedh maturën shtetërore, ai paiset me një diplomë që i jep mundësinë e studimit atij. Dhe nëse zgjedh një maturë shkollore ose provimin përfundimtar tek shkollat profesionale, atëherë ka mundësinë që të përfundojë shkollimin e mesëm, të marrë një diplomë që është plotësisht valide si diplomë e shkollës mesme, por me ndryshimet në ligjin për arsim të lartë nuk i jep mundësi që të regjistrohet në ndonjë fakultet dhe të vijojë studimet. Viteve të fundit, realisht, bile, është një nismë që ne kishim një trajnim që organizoi Qendra Shtetërore e Provimeve, sepse është një nismë për ndryshim në mënyrën e organizimit të maturës prej vitit që vjen. Parashifet që të mbahen 3 lloj maturash, do të ketë maturë të veçantë për gjimnaze, do të ketë maturë të veçantë për
shkollat profesionale dhe një maturë të veçantë për shkollat e artit. Do të thonë do të kemi një ndarje. Edhe pse edhe aktualisht kemi po ndarjet bëhen përmes provimeve. Do të thonë shkollat profesionale mund të zgjedhin diçka tjetër, shkollat e gjimnazet mund të zgjedhin diçka tjetër dhe shkollat e artit zgjedhin diçka tjetër. Dhe kjo është ajo ndarja që bëhet në mes llojeve të ndryshme të maturave. Dhe kjo është në nivel të tërë shtetit. Do të thonë secila shkollë në nivel të Maqedonisë i ka këtë lloj maturash dhe këtë e ka. E tash shkollat zakonisht përgatitjet i fillojnë më herët për shkakun se veçanërisht matura shtetërore, po edhe matura në përgjithësi, afati i plotësimit të flet paraqitjeve është muaji dhjetor. Do të thonë pavarësisht që qershori pastaj dhe gushti janë muajt ku nxënësit testohen në provimet e maturës. Tash kur po them qershori, edhe pse këtë vit do të kemi 31 maj provimin e parë ekstern, por po e llogarisim qershorin si afati i qershorit dhe pastaj i gushtit. Por përgatitjet e shkollave fillojnë më herët, dikun muajin nëntor nxënësit marrin detyrat projektuese ose marrin temat e detyrave projektuese prej profesorëve mentor. Pastaj gjatë muajit dhjetor e bëjnë paraqitjen e maturës, cila do qoftë ajo. Pastaj e kemi muajin janar kur shkollat i vendosin dhënat në bazën e Ministrisë së Arsimit. Dhe pastaj rrjedh komunikimi qendra shtetërore e provimeve shkollë. Do të thonë përgatiten listat, dërgohen në shkolla, shkollat i kontrollojnë të njëjtat lista, nëse ka lëshim, nëse ka gabim, të njëjtat përmirësohen dhe këtë mënyrë bëhet pastrimi i listave para se të vijë testimi që normalisht mbahet në fund të muajit dhe në fillim të qershorit për afatin e qershorit. Kjo është ajo një farë rendi i gjërave deri tek ardhja e testeve të maturës. Për momentin ju jeni në fazë përgatitore në aspektin psikologjik, besoj me nxënësit tani. Po, patjetër. Do të thonë secila shkollë, rrjedhimisht edhe shkolla jonë, do të thonë unë jam i punësuar në shkollën e mesme ekonomike në Kumanov, siç më prezantuat veçmë, jam profesor i informatikës. Shkolla jonë sikur edhe secila shkollë besoj, punon me nxënësit maturant, disa profesorë lëndor punojnë edhe në përgatitjen e tyre për këto provimet eksterne dhe interne. Pastaj edhe për provimet interne profesorët përgatisin një grup të pyetjeve sepse janë disa vite radhazi që në rregulloret e realizimit të maturës parashikohet që të paraqitet që të krijohet një bazë e pyetjeve e cila do ta përmbante 3 fishin e pyetjeve që do të jenë në test, e cila ju shpërndahet pastaj nxënësve 2 javë para se të mbahet provimet, po flas për provimet interne. Dhe në këtë mënyrë profesorët lëndor i përgatisin nxënësit. Njëjtë edhe lëndët eksterne, zakonisht gjuha shqipe që është e detyrueshme, e pastaj lënda e dytë është zgjedhore. Disa nxënës zgjedhin gjuhën angleze, disa mund zgjedhin një gjuhë tjetër, disa të tjerë mund zgjedhin matematikën si lëndë, por shumica e këtyre profesorëve varësisht se çfarë kanë për zgjedhë nxënësit, i përgatisin nxënësit që të jenë sa më të përgatitur në ditën kur do mbahet testimi. Edhe tek ne kjo po vijon, tash përfundoi para 5-6 ditëve përfundoi afati i mbrojtjes së detyrave projektuese, sepse është një afat një mujor, dikun 40 ditë bile, saktësisht, ku nxënësit brenda 2-3 muajve përgatisin detyrën projektuese dhe pastaj brenda 40 ditësh profesorët mentor organizojnë mbrojtje publike të atyre detyrave projektuese. Kjo përfundoi tashmë, veç dhe rrjedhimisht ajo që presim është 31 maj, që është dita e parë e maturës, ku nxënësit do të testohen në lëndën gjuhë shqipe. Po, përmendet përgatitjen, në fakt disa herë përmendet përgatitjen sepse në fakt është faza më kyçe në gjithë këtë proces, sidomos e nxënësve. Duhet të kalojmë edhe pak në këtë pjesë, sepse shumë shpesh diskutohet ky momenti i stresit të 2 muajve të fundit, mirë po nuk e diskutojmë se sa punë duhet të bëjnë profesorët që nga fillimi. Më thoni pak, në shkollën tuaj, profesorët e gjuhës shqipe sidomos, sepse ato e dinë që e kanë të gjithë nxënësit. Kur fillojnë përgatitjet me nxënësit? Fillojnë në vitin e 4 apo në vitin e parë? Do të thonë, fillimisht plan programi i gjuhës shqipe dhe i provimeve tjera eksterne është publik dhe është gjatë gjithë kohës prezent në adresën, këtë rast në web adresën e maturës. Është një web adresë matura.gov.mk. Aty janë edhe plan programet dhe aty janë edhe praktikisht provimet eksterne cilët mund të zgjedhin nxënësit. Realisht tek ne, po flas
tek shkolla jonë puna me nxënësit në mënyrë në mënyrë të rregullt bëhet gjatë gjithë kohës, por padyshim në vitin e 4 e njëjta rritet intensiteti. Domethënë shtohet intensiteti i punës e veçmas në gjysmëvjetorin e dytë, veçmas në këtë periudhën para përfundimit. Domethënë gjatë gjithë kohës gjërat, edhe me biseda me profesorët e gjuhës shqipe, po dhe të landëve tjera, zakonisht temat që janë në kuadër të maturës, meqense e thash plan programi është publik, temat e tilla gjatë kohës që punohen ju vendoset tek si veçantë. Por megjithatë në vitin e 4, veçmas në këtë gjysmëvjetorin e dytë, në këto le të themi 4-5 muajt e fundit para se të vijë testimi, organizohen edhe orë shtuese me ata nxënës, punojnë bashkërisht me profesorët, ju jepen në formë të disa pyetjeve, të disa diskutimeve, bëjnë edhe diskutimet përbashkëta, mblidhen më shumë klasë, i kam takuar nëpër kabinete të ndryshme që vazhdojnë të punojnë, thjesht përgatiten që sa më të përgatitur të vinë ditën kur do të mbahet testimi. Pikërisht në këtë drejtim, sepse unë kam dëgjuar raste ku ndoshta profesorët e gjuhës shqipe fare nuk kanë përmend që në fund të vitit të 4 nxënësit do testohen dhe në vitin e 4 vije sikur një surprizë jo shumë e bukur për nxënësit i tërë ky testi. Pse është e rëndësishme kjo përgatitje? Përgatitja është padyshim e rëndësishme edhe pse unë mendoj që secili nxënës që arrin tek viti i 4 dhe duke u nis historikisht disa vite rradhazi është ky lloj maturës, pak a shumë secili prej nesh ka një familjar që ka përfunduar 1, 2, 3 vite përpara dhe pak a shumë gjithë jemi sikur të vetëdijshëm që do të vi testi i maturës. Domethënë, le të themi, nuk është që nxënësve edhe pa i informuar ju mungojnë informacionet, por informimi shtesë nuk është që bën dëm. Përgatitja shtesë, padyshim që i përgatit ato edhe më shumë. Për atë arsye, unë po flas për tek shkolla jonë, informimi është në kontinuitet, nxënësit gjatë gjithë kohës janë të informuar për secilën rrethon ndryshuese, lehtësuese, çfarëdo që të ketë në lidhje me maturën të njëjtit, më njëherë informohen me qëllim që synimi final, le të themi, është që shkolla dhe nxënësit të jenë suksesshëm në ditën që mbahet provimi i maturës. Po kur jemi tek suksesi, sa ndikon suksesi i nxënësve në shkollën përkatëse në rastin konkret tuajën? Vjen në shprehje kjo diku? Nuk e kuptova edhe një herë pyetjen, nëse doni falni. Si ndikon suksesi i nxënësve në maturën shtetërore edhe në shkollën tuaj? Ndikon në ratingun, në prestigjozitetin le të themi të shkollës? Sigurisht, qendra shtetërore e provimeve gati secilin vit, edhe pse për të qenë krejt i sinqert, 1-2 vitet e fundit sikur nuk e kam pa, deri para disa viteve kishte një ranglistë, bënte ranglistë të shkollave sipas mesatarës së nxënësve të tyre në provimet e maturës. Dhe në atë rast nuk është e parëndësishme se ku është shkolla jote. Padyshim secila shkollë ka dëshirën që të jetë sa më lart në atë listë, sepse ajo është prestigj, ajo është mundësi që nesër potencialisht të vinë më shumë nxënës, për shkakun se po e shohin se rezultatet e asaj shkolle janë më të larta. Rrjedhimisht nuk është sigurisht nuk është i parëndësishëm suksesi që nxënësit e marrin në provimet maturës. Për ne suksesi cili do qoftë ai është mesazh, është informat kthyese që ne e marrim, me qëllim që potencialisht të ndryshojmë atë që duhet ndryshuar. Nëse e shohim që në një land caktuar nxënësit nuk kanë performuar mirë gjatë provimeve të maturës, kjo është një alert ose është një shenjë që ne aty duhet të bëjmë diçka, duhet të ndryshojmë diçka, duhet të përgatitemi më shumë dhe ta bëjmë të mundur që nxënësit këtë, le të themi, që kanë çalu një vit, të mos ju ndodhë edhe viteve tjera. Shkolla në cilën jeni edhe ju, shkolla ekonomike, është shkollë profesionale, nuk është gjimnaz. Përmendëm pak më parë dallimin, testimi njëjtë, mirë po në shkolla të ndryshme është edhe si vjet, nga viti jashtëm do të ndryshon. Më thoni pak, e shihni që nxënësit kanë vështirësi në përgatitjen e gjuhës shqipe, pasi që nuk është koeficienti njëjti orëve i cili mbahet në gjimnaz, në shkollat profesionale? Padyshim që është vështirësi dhe realisht unë mendoj që është nismë mirë kjo që prej vitit ardhshëm do të ndryshojë, sepse realisht edhe numri i pikave me të cilat nxënësit regjistrohen në disa drejtime të shkollave profesionale nuk është i njëjtë. Dhe rrjedhimisht
numri orëve pastaj që ata nxënës e kanë nëpër këto landë, nëpër cilët testohen provimet e maturës, nuk është i njëjtë dhe rrjedhimisht pastaj në fund testohen me të njëjtin test. Dhe kur kemi, dhe të themi, kemi një lloj pabarazie mes këtyre nxënësve dhe nxënësve që e kanë ndjek gjimnazin gjatë 4 viteve, sepse ata derisa kanë numër më të madh të orëve, rrjedhimisht hapësirë më të madhe për t'i punuar ato tema që do të testohen në vitin e 4 ose në fund të vitit 4. Dhe nxënësit që janë në shkolla profesionale, këtu le të themi janë paksa të cunguar. Por e mira është dhe nëse nisem me rezultateve të viteve të fundit është që edhe shkollat profesionale e konkretisht shkolla jonë kanë performuar jashtëzakonisht mirë, kanë pas rezultate shumë të mira në provimet e maturës, shumë pak dhe thuajse krejtësisht pak nxënës janë që nuk arrin që t'i kalojnë provimet e maturës në 2 afatet. Sigurisht në qershor pjesa dërmuese e tyre kalon, po edhe pjesa që mbetet, le të themi, në muajin gusht edhe ata përfundojnë me provimet e maturës, kështu që pak raste kemi që nxënësit detyrohen që vitin e ardhshëm, vitin tjetër ku do të organizohet matura, të paraqesin dhe të vinë në provimet e maturës. Ankesa keni nga maturantët, normalisht ankesat që janë drejtuara deri tek ju, po në përgjithësi për maturën? Tash, ankesa direkte tek ne mund të dërgohen për potencialisht rezultatet e provimeve të maturës. Domethënë është një procedurë kur Qendra Shtetërore e Provimeve i publikon rezultatet e maturës, ato i dorëzohen shkollave, secili nxënës ka të drejtë ankese nëse nota që ka marrë ai nuk është ajo notë që ai ka prit ose nuk është ajo notë që ai mendon që ka punu në testin e maturës. Është një procedurë ku ka një website ku vendosen ankesat, shqyrtohen të njëjtat, i mundsohet nxënësit edhe prezenca direkte në Qendrën Shtetërore të Provimeve për ta pa testin e vet dhe në një farë forme i dëshmohet, edhe pse ne kemi pas, i dëshmohet nëse mbetet nota e njëjtë ose nëse mbeten piket e njëjta, edhe pse kemi pas raste për gjatë viteve që edhe janë ndryshuar notat. Domethënë, është konstatuar që është bën ndonjë lëshim ose nuk është vlerësuar sa duhet një punim, veçanërisht tek eset për shkak se gjatë kuadër të provimeve eksterne edhe në gjuhën shqipe, po edhe në gjuhën angleze që zakonisht janë 2 lëndët që ne zgjedhen, ka pas lëshime në vlerësimin e eseve, pastaj janë vlerësuar më shumë dhe rrjedhimisht ka ndryshuar nota e nxënësit. Domethënë kemi pas raste edhe të këtij lloji, edhe të llojit tjetër, por ankesat si të tilla janë të mundshme dhe për gjatë viteve kemi pas edhe ne në shkollë. Do kalojmë pak në aspektin teknik, le të themi kështu. Drejtorisht ne kishim në emision drejtorishëm nga qendra e testimeve, edhe ajo na tha që këtë vit mundsohet që testet të mbahen edhe në amfiteatre dhe hapësirat e fakulteteve. Ku planifikohet që shkolla juaj të testojë? Shkolla jonë meqense ka sallë sporti që e kemi në kuadër të oborrit të shkollës, edhe vitin e kaluar aty i mbajtëm provimet e maturës, do t'i mbajmë edhe këtë vit. Por afër nesh është janë edhe fakultetet, në këtë rast janë 2 fakultetet të Universitetit të Tetovës, me disa amfiteatre, dhe nga informacionet që i di është që disa shkolla, nëse nuk gaboj gjimnazi këtu në Kumanov, do t'i mbaj provimet eksterne në lokalet e fakultetit, kurse ne, meqense kemi sallën tonë, kemi edhe objektin bile me korridore të mëdha, edhe aty mund t'i mbajmë, por kemi vendosur që në sallë, sikur edhe vitin e kaluar, edhe këtë vit aty do të mbahen provimet eksterne të maturës. Një gjë shqetësuese për cilën edhe drejtoresha foli, por ne flasim ndoshta edhe çdo vit, është kopjimi. Masat janë ndërmarrë për të mos lejuar kopjimin e nxënësve? Ne realisht si shkollë, organizimin e maturës shtetërore, veçanërisht provimet eksterne, shkolla është, le të themi, për krahje i jep Qendrës Shtetërore të Provimeve për shkak se organizimin e tërësishëm e kanë ata përcaktojnë testator, ata përcaktojnë vëzhgues, ne i japim resurse infrastrukturale, vendin, hapësirën, nxënësit i dërgojmë deri aty, dhe jemi aty për secilin rast dhe për çfarë do qoftë që potencialisht i duhet testatorëve dhe vëzhguesve. Testatorët në atë që unë vërej viteve të kaluara janë syqel, mundohen që maksimalisht
të prevenojnë, le të themi, kopjimin, edhe pse unë nuk mund të them me gojën plot që nuk ka kopjim. Ne jemi të vetëdijshëm që në nivel të shtetit ka kopjim. Kjo është diçka që unë besoj që bashkarisht duhet ta luftojmë. E tash mënyrën se si është diçka që padyshim që nuk bëhet vetëm prej qendrave shtetërore të provimeve, sikur që edhe nuk mund bëhet as edhe veç prej shkollave. Domethënë ky është një nismë që duhet të jetë e përbashkët dhe unë besoj që duhet esencialisht ta kuptojmë nevojën e vlerësimit real të njohurive të nxënësve. Nëse ne arrijmë ta kuptojmë që vlerësimi real i njohurive të nxënësve dhe një notë reale që ai e meriton në provimin e maturës nuk i bën dëm atij, por realisht i tregon nivelin që ai e ka në njohuri, në atë lëndë caktuar, unë besoj që është për të mirë të tij dhe të neve dhe të nesh në tërësi si shoqëri. Realisht unë mendoj që sa më herët që këtë ta kuptojmë, aq më herët do të prevenojmë kopjimin. Por aktualisht fatkeqësisht në mas të vogël ndoshta por ndodh, nuk është që s'ndodh. Për shkak se ju, nëse nuk gaboj tani, merreni më shumë edhe me maturën shtetërore, keni diçka shifra për të na treguar, është rritur numri i nxënësve që do të kalojnë në maturë si vjet me vitin e kaluar ose jo? E tash, unë mund të them informacionin për shkollën tonë. Ne përgjatë viteve zakonisht shpërndarja e nxënësve, edhe pse për të qenë të sinqert, viteve të mëhershme, le të themi 7-8 vite, 10 më herët, shumica e nxënësve, për të mos thënë 100%, por mbi 90% të nxënësve zgjedhin maturë shtetërore. Shumica e tyre edhe studionin, regjistronin fakultet caktuar dhe studionin. Ajo që vërej është që përgjatë viteve të fundit ka filluar të rritet numri i nxënësve që paraqesin provimin përfundimtar. Fatkeqësisht kjo është si pasojë e migrimit që po na ndodh neve si shoqëri. Jemi pak a shumë koshient të gjithë që një numër i madh i të rinjve momentin që po e përfundojnë shkollimin e mesëm, po e shohin mundësinë e daljes nga shteti dhe migrimit në një shtet tjetër, dhe rrjedhimisht kjo po i bën ata që të zgjedhin provimin përfundimtar, dhe sepse po e shohin si një mundësi më e lehtë për të ardhur deri tek diploma në raport me maturën shtetërore. Po rrjedhimisht ndoshta edhe për faktin që nuk po synojnë të studiojnë nesër, por po synojnë që ta marrin një diplomë, potencialisht ta përkthejnë atë dhe ta marrin me vete kudo që shkojnë në shtetet e jashtme. Nëse flasim për shkollën tonë konkretisht, vitin e fundit aktualisht, le të themi, prej numrit të përgjithshëm, le të themi, të maturantëve, dikun 70 me 30% e kemi domethënë shpërndarjen, 70% të maturantëve kanë zgjedh maturë shtetërore dhe 30% kanë zgjedh provimin përfundimtar. Përgjatë viteve, realisht përqindja më e madhe ka qenë te matura shtetërore, po viteve të fundit sikur po shkon duke u zvogluar dhe duke u rritur kjo e provimit përfundimtar. Dhe kjo është në fakt edhe një tregues i qartë në çfarë drejtimi po shkon rinia tek ne. Fatkeqësisht mund ta konstatojmë kështu bashkarisht të dytë këtë, pse është e vërtetë. E dhimbshme, por e vërtetë. Definitivist. Unë fillimisht ju uroj shkollës suaj sukses, ju uroj nxënësve shumë sukses në maturën shtetërore, shpresoj të kalohet sa më mirë. Më thoni nëse keni një mesazh për fond për nxënësit, profesorët ose për këdo. Faleminderit fillimisht për urimet për shkollën. Unë do të jem i shkurt në mesazhin e fundit. Matura është, le të themi, kurorëzim i shkollimit të mesëm. Provimet e maturës janë të rëndësishme edhe për, le të themi, vazhdimin ton, për shkollimin ton nesër. Ajo që unë i sugjeroj nxënësve dhe i porosis është që nëse përgatitemi mirë, nëse i bëjmë përgatitet e duhura me kohë, nëse shfletojmë materialin e duhur, nëse paraprakisht kemi punuar me profesorët lëndor, nuk kemi nevojë as të friksohemi. Fundja, në matura GovMK që unë disa herë potencova, i kemi gjitha testet, dhe këtë po e them edhe si porosi, eventualisht nëse ndonjë maturant këtë nuk e din, i keni gjitha testet e viteve të kaluara, bile edhe zgjidhjet e atyre testeve, dhe pak a shumë ato mund të jenë orientim
për të përgatitur për maturën e këtij viti. Unë këtë vit edhe vajzën e kam maturante, që në një farë forme jam dyfish i interesuar për rrjedhën e maturës këtë vit, por unë uroj që edhe vajza ime, po padyshim edhe gjithë maturantët në nivel të shtetit, të jenë suksesshëm, të i kalojnë provimet e maturës, të i marrin rezultatet e dëshiruara dhe të regjistrojnë drejtimin që ata e preferojnë. Faleminderit edhe një herë për kohën që ndatë sot. Faleminderit për mundësinë, uroj që të kaloni sa më mirë në vazhdim. Gjithashtu faleminderit.